8 senator republikan kanë rënë në prerjen e armës politike të FBI-t Bidenit, duke i përgjuar të dhënat e bisedave telefonike për zgjedhjet e vjedhura dhe atë 6 janarin, kur Trump sipas tyre kërkonte të përmbysë qeverinë. Trump ka kontrolluar Senatin, Kongresin, është pritur në mënyrë të shkëlqyer tek 250 vjetori marinës ushtarake amerikane, një dallim i madh në pritjen e gjeneralëve, por ndaj tij nuk vazhdojnë. Është hedhur ideja që gjykata e Hagës mund ta marrë si të pandehur, pra mund të ngrej akuzë ndaj tij lidhur me bombardimin që kanë bërë Pentagoni me urdhër të tij ndaj anijeve me drogë të Venezuelës. Për të njëjtën gjë, ish presidenti i Filipinave Duartes të shpallur i pandehur. Lidhur me çmimin Nobel, Good morning, Roberto. akoma nuk ka asnjë të dhënë që mund ta marrë zoti Trump, sepse ligji është që ligji nënshkruar i panëshkruar e tyre që të marrë çmimin Nobel duhet të jesh regjistruar si i nominuar brenda 31 janarit të atij viti. Pra Trump kishte vetëm 11 ditë president. Më shumë fokus.